E rënd, shembet muri i banesës zë poshtë 4 vjeçaren Desemitura në Roskovec. Një ngjarje e rënd ka ndodhur mesditën e sotme në zonën e Sukut 2 në Roskovec, ku një vajzë e vogël 4 vjeçare ka humbur jetën si pasojë e shembjes së një muri rrethues të një banese. Sipas informacioneve paraprake, muri ishte i amortizuar dhe është rrëzuar duke zënë poshtë të miturën. Familjarët e kanë transportuar menjëherë vajzën në qendrën shëndetësore të Roskovecit, por fatkeqësisht ajo ka mbërritur pa shenja jete. Fier, informacion paraprak, rreth orës 12:40 në fshatin Suk 2, Roskovec. Dyshohet se është shembur një mur rrethues në pronësi të shtetasit LT dhe përpasoj ka zënë poshtë vajzën e tij të mitur, rreth 4 vjeç, e cila ka ndruar jetë. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes, njoftoi policia.